Zoti, Allahu, rregull që e kanë besuar Allahun. Po atëherë pse i adhuroni putat? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Na putave nuk ju bëjmë ibadet për diçka tjetër, por në përmes këtij ne të mbrijmë te Zoti, se na s'mund të shkojmë direkt te Allahu, të mbrijmë me lutjet tona. A thuna i pranon Zoti direkt, as na i pranon. Shifne në Islam si e kemi? Allahu dhul Gjelali drejtohemi me lutje direkt, o Zot. Në namaz çka i themi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Zot, ty të adhurojmë dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Pra në Islam është direkt me Allahun dhul Gjelal dhe nuk ka prioritet, nuk ka përparësi te Allahu dhul Gjelal kurkush. Na nuk kemi ndërmjetësues. Na nuk e kemi si në krishterizëm. Shkojmë te papat, na i falje gjunahet edhe më rrini rahat. Jo, në Islam, jo. Në Islam, si cili për vete. Ti me Allahun direkt. Unë me Allahun direkt. Më i riu direkt. Më plaku direkt. Me shkujt ashtu. Femrat ashtu. Pa kur farë diferencë. Direkt me Allahun dhul Gjelal. Pa ndërmjetësim. E pse mushrikët e Mekës llogaritën mushrik dhe Allahu dhul Gjelal ka garantu se për shirku nuk e fal, bashkë ato mushrikët nuk i fal, të cilët kanë thonë po, Allahu ekziston. E po pse i adhuroni putat? Të na çojnë te Zoti ndërmjetësim. E ndërmjetësimin Allahu dhul Gjelal nuk e don. Lutje po. Lutje po. Un kam të drejt ose kam obligim të lutem për ty, ti për mua. Muslimanët luten për njëri tjetrin. A më lutemi Allahut, direkt Allahut, o Zot, fale filanin. Ama jo në përmes putave, si që kanë bërë mushrikët e Mekës. Pra, shirku klasik është ki. Shirku i mushrikëve të Mekës, shirku i atyre që thonë, Allahu Gjellëshanuhu ka fëmijë, aje ka fliju fëmijën e vetë për të na i falë njeve gjunahet e kështu, për të krishterët. Të qifutët ka qenë shirku i madhë se Allahu Dhul Gjelali kanë përshkrujt, i kanë ngjasu si njerëzit dhe kanë thonë Uzeirun ibnullah. Uzeiri është biri i Zotit. Hasha dhe kella. Uzeiri biri i Zotit. E mushrikët të krishterët çka thonë? El Mesihu ibnullah. Isa është i biri i Zotit. Ngatres pas ngatres. Shirku modern mund të mos hetohet. Pak kështu më ndryshe të them. Ne kur kemi ndonjë problem, disa njerëz prej tove nga padia, nga ignoranca, fëmijën e ka të smund, diçka ka problem, e tani i thonë, me shkuti filon kishe, me quatje një peshkir ose me ndez një qiri, kur të kthesh ma fëmija u ka shëndosh. Ose dikush nuk ka fëmij, shko bën po kushet e filan. Motra muslimane, nona muslimane, si firë bën, pregadit, me kretë mirat, ama kur vin ka në zor, du shka me shku, po, prej zorit, i mshela syt, shkova të kisha ati, ta i vorri ati. Qafirit e bona një lutje, Allah i ka dhënë sebeb edhe u shëndosh fëmija, shikir u shëndosh, ju bo sebeb të kisha, ose të tetja, që kjo është shirku modern. Një lloj shirkut modern është edhe kështu, në vend se dëshmorëve tonë, të ndershëm, në vend se dëshmorëve tonë, në vend se shahidëve tonë, që kanë dhënë jetë për iman, për vatan, për nder, për popull, në vetë se që këndojmë një fatiha, si që është në Islam, ne qohmi një minut heshti. Ta mëmë si kur ata. Edhe në fund ju thëmi dhe u ju qofti lejet. Për këthimi fjallës shkenisht. Ato e thënë shkenisht, ne e thëmë shqip. Nuk lu në rol gjuha në shfarë gjuha e thue. Me rëndësi është qka i të thonë. I të thonë që ato qka e thojnë ata. I të e bojnë që ato qka e bojnë ata. Pas ta i qetri për ta respektu dikendi, he kapuqin i përkullet, për shëndetje. Kjo është shirku modern, Zoti na ruaj. Prandaj këto lloj shirke e tjera, Allahu Dhul Gjelal nuk i fal. E para, gjunahi më i madh minel kebair është shirku, të cilin Allahu Dhul Gjelal nuk e fal. Që të mos ngatrohen kabullat, e fal shirku nëse ai pendohet, pastrohet nga shirku dhe thot la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, normal i pranohet. Po që se vdes me çat ide, edhe me çato ngatresa, Allahu Dhul Gjelal nuk e fal. Po që se vdes si musliman, por ka mbet me një gjunah tjetër përveç shirkut, e ka marrë me vete. Dhe zë të dashur, gjunahet bëhen dhe mund të lihen këtu në dunjë, me tobe istikfar, lihet gjunahi këtu. Kur shkojnë në ahiret, se ka me vete, pse e kalon, është pastru, ndërsa dikush ka gjasa të vdes, edhe gjunahin ta merr. Allahu Dhul Gjelal nuk i fal. E para, gjunahi më i madh minel kebair është shirku, të cilin Allahu Dhul Gjelal nuk e fal.
që të mos ngatrohen kabullat, e fal shirkun nëse ai pendohet, pastrohet nga shirku dhe thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, normal i pranohet. Po që se vdes me çat ide, edhe me çto ngatresa, Allahu dhul Jalal nuk e fal. Po që se vdes si musliman, por ka mbet me një gjuna tjetër përveç shirkut, e ka marrë me vete. Mbas shirkut ulemoja kanë thonë me një herë vin mbas shirkut, mbarësisht prej hadiseve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një hadith ka thonë ajo që na dallon neve prej të qerëve, kuptohet neve muslimanëve prej jo muslimanëve, cila është ajo simbolika, cila është ajo shenja që na dallon neve si musliman prej jo muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ajo pena që na ndal neve prej atyre është namazi. Pra namazi dhe lënia e namazit është një gjuna për gjunaheve më të mëdha minhen pas shirkut. Në një hadith tjetër ka thonë, pas shirkut gjunah më të madh nuk shoh unë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se sa me hongër një ditë Ramazani pa arsye. Në një hadith tjetër kur i ka rrëdhitur gjunahet e mëdha, ka thonë katlun nefs, mbytja e njeriut. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ne përmendëm më parë se Allahu dhul Jalal në Kur'an ka thonë ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Muslimani nuk e mbyt përveç se gabimisht, edhe tregumat se çka pasojat nëse dikush e mbyt dikën gabimisht. Pra mbytja e njeriut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë vallahi, nëse një njeri e prish Qabën e prish, kiblen e muslimanëve, keni pa në televizi, atje ku shkojmë krejt, pojmë tavaf, atje ku drejtohemi ne ka kibla. Nëse një njeri e prish Qabën, e ndërtojnë përsëri, sikur ka qenë e bojnë, ai përsëri e prish, përsëri e ndërtojnë, ai përsëri e prish, përsëri e ndërtojnë, 7 herë ai e prish Qabën, e ka gjunahin më të vogël se me mbit një njeri. Gjunahi atij që rrezon Qabën 7 herë është më i vogël se i atij që mbit një musliman. Pse? Qabën e mbaron duart e njerëzive, ndërsa njeriu e ka kriju Allahu dhul Jalal. Pra mbytja e njeriu. E dyta, sihri. Si gjunahi i madh është sihri. Për fat të keq, sihiri, magjia është paraqit me të madhe në mesin tonë. Njerëzit me shpirt të shitur bëjnë sihir. Ulemaja kanë ardhur në përfundim se njeri që bën sihir vritet jo si musliman, me pas shariat, me qenë kadia, e gjukon me vrasje, as namazi i falet, as vorroset në varrezat e muslimanve, llogaritet si jo musliman. Magjia, njerëz që bashkëpunojnë me xhin, për me bën njëri sihir o vëllezër të dashur, nuk është lehtë. Për me bën njëri sihir, duhet bashkëpunon me xhin. Xhinët nuk i bëhen ortak, bashkëpunëtor, nëse ai nuk bën kufër. Nëherë duhet bëjë kufër, edhe mandej bëjmë miqasi, lidhim koalicion me ty, ama ti duhet bësh kufër. Dhe urdhnojnë, për shembull, disa punë, një prej atyre thonë merre Kur'anin, hudhe në toalet. Po. Edhe për të rënë në ndikimin e tyre, e bën këtë punë të shëmtuar, që automatikisht është kufër, kur të jetë pala, thamë, duhet marrë gusën, në vend të pastrohet, thënë, tash çështë sigurie, falë. Namazi falet, po jënë këtë formë. E tjera mënyra me të cilat njeri del prej imani, bën kufër. E kur të bëj kufër, atëherë bashkëpunon me xhin edhe bëhet sihirbaz. Sihirbazi nuk është musliman, automatikisht del prej imani. Pra një ndër gjunahet e mëdha është sihri. Pastaj amoraliteti, zinaja, Zoti na ruaj. Ne disa kështu vetë shohim se janë mëkate të mëdha, janë të punë të verigjshme, janë punë të shëmtuara. Mirë, po disa zvaven veshi, janë disa gjunahe të mëdha, ama ne nuk jemi të kujdes.